Ke ngjerë ndonjëherë se gjithçka po shkon keq njëkohësisht, se sado që përpiqesh, diçka tjetër shembet, se jeta po të godet nga të gjitha anët dhe nuk di ku të kthehesh. Ndalo. Mos e interpreto si fatkeqësi, mos e interpreto si dënim, sepse ka 7 gjëra specifike që ndodhin kur Zoti po të sprovon, dhe kur i njeh, gjithçka ndryshon. Qëndro deri në fund, sepse e vërteta që do të zbulosh sot mund të jetë pikërisht çelësi që ke nevojë për këtë moment të jetës sate. Gjëja e parë që ndodh kur Zoti po të sprovon është testimi i besimit tënd. Jo besimi i fjalëve, por besimi i thellë, i vërtet, që qëndron edhe kur nuk sheh asgjë. Besimi i lehtë nuk ka vlerë të madhe, si ari i rrem që shkëlqen vetëm kur rrethanat janë të mira, por besimi që qëndron në mes të stuhisë, ai është ari i vërtet. Zoti lejon provën pikërisht për të zbuluar dhe forcuar këtë besim të thellë. Ashtu si zjarri nuk shkatëron arin, por e pastron dhe e bën të vlefshëm, sprova nuk shkatëron besimin tënd, e pastron nga çdo gjë e rreme dhe sipërfaqësore. Dhe besimi i pastruar nga sprova është besimi që mund të lëviz male, të hap dyert të pamundura dhe të ndryshojë gjithçka. Nëse sot besimi yt po testohet, mos u frikso. Ky është shenja se Zoti po punon në thellësinë e shpirtit tënd. Gjëja e parë që ndodh kur Zoti po të sprovon është testimi i besimit tënd. Jo besimi i fjalëve, por besimi i thellë, i vërtet, që qëndron edhe kur nuk sheh asgjë. Besimi i lehtë nuk ka vlerë të madhe, si ari i rrem që shkëlqen vetëm kur rrethanat janë të mira, por besimi që qëndron në mes të stuhisë, ai është ari i vërtet. Zoti lejon provën pikërisht për të zbuluar dhe forcuar këtë besim të thellë. Ashtu si zjarri nuk shkatëron arin, por e pastron dhe e bën të vlefshëm, sprova nuk shkatëron besimin tënd. E pastron nga çdo gjë e rreme dhe sipërfaqësore. Dhe besimi i pastruar nga sprova është besimi që mund të lëviz male, të hap dyert të pamundura dhe të ndryshojë gjithçka. Nëse sot besimi yt po testohet, mos u frikso. Ky është shenja se Zoti po punon në thellësinë e shpirtit tënd. Gjëja e dytë që ndodh kur Zoti po të sprovon është formimi i karakterit tënd. Karakteri i vërtet nuk formohet në ditët e lehta, formohet pikërisht në ditët e vështira, në momentet kur gjithçka të godet dhe ti zgjedh si do të reagosh. Çdo sprovë që kalon me besim dhe durim, shton në ty diçka që nuk mund të merret me asnjë mënyrë tjetër: thellësi, urtësi, empati, forcë të brendshme. Njerëzit që kanë kaluar nëpër sprova të mëdha dhe i kanë tejkaluar, kanë diçka të veçantë, një qetësi të brendshme, një perspektivë të thellë, një aftësi për të qëndruar të qetë edhe kur bota rreth tyre është kaotike. Kjo nuk është rastësi, është karakteri i formuar nga sprova. Zoti nuk po të dëmton, po të skulpturon. Ashtu si skulptori që heq nga guri gjithçka që nuk është skulptura, Zoti po heq nga ty gjithçka që nuk është versioni i vërtet dhe i plot i teje. Dhe çdo goditje e çekiçit, sado e dhimbshme, të çon më afër kryeveprës që ai ka parë gjithmonë brenda teje. Gjëja e tretë që ndodh kur Zoti po të sprovon është rirregullimi i prioriteteve. Sprova ka një mënyrë të mrekullueshme për të zbuluar çfarë është vërtet e rrëvësishme në jetën tënde dhe çfarë nuk është. Gjërat që mendoje se ishin thelbësore, papritur ndihen të parëndësishme. Gjërat që i kishe lënë anash, papritur bëhen prioritetet kryesore. Para sprovas, karriera, statusi, parat, miratimi i njerëzve mund të kenë qenë në krye të listës. Pas provas, shëndeti, familja, besimi, paqja e brendshme, marrëdhënia me Zotin bëhen thelbësore. Kjo rirregullim nuk është rastusi, është Zoti që po të ndihmon të shohësh jetën me sytë e vërtet, po të ndihmon të heqësh nga dora gjërat e kota dhe të kapësh fort gjërat e vërteta dhe të përjetshme. Sprova është filtri më i fuqishëm i jetës. Heq gjithçka sipërfaqësore dhe lë vetëm atë që ka vlerë të vërtet dhe të përjetshme. Dhe kur prioritetet janë të rregulluara sakt, jeta merr drejtim të qartë dhe kuptim të thellë që më parë nuk e kishe. Gjëja e katërt që ndodh kur Zoti po të sprovon është rritja e varësisë nga ai. Para sprovas, shumë prej nesh jetojmë me iluzionin e kontrollit. Mendojmë se kemi gjithçka në dorë, planifikojmë, organizojmë, sigurojmë. Dhe Zoti është diku në sfondin e jetës, i pranishëm, por jo i domosdoshëm. Por kur sprova godet, kur planet shemben, kur siguria zhduket, kur forcat njerëzore mbarojnë, pa pritur kuptojmë se kemi nevojë për Zotin, jo si opsion, por si domosdoshmëri. Dhe pikërisht ky kuptim, ky moment kur zemra thot nuk mund pa ty,
Është momenti kur marrëdhënia me Zotin merr thellësi të re dhe të vërtetë. Varësia nga Zoti nuk është dobësi, është mençuria më e lartë që mund të arrijë një njeri, sepse ai që ka krijuar gjithçka, ai që mban çdo yll në vend, është saktësisht ai që mban edhe jetën tënde. Dhe kur ja lë gjithçka atij, jo nga dëshpërim, por nga besim, fillon të përjetosh një paqe dhe një forcë që nuk e ke njohur kurrë më parë. Gjëja e pestë që ndodh kur Zoti po të sprovon është zbulimi i njerëzve të vërtet në jetën tënde. Sprova është testi më i saktë i marrëdhënieve njerëzore dhe rezultatet shpesh janë befasuese. Njerëz që mendoje se ishin miq të ngushtë, papritur zhduken kur gjërat bëhen të vështira. Njerëz që i kishe vlerësuar pak ose nuk i kishe vënë re, papritur shfaqen me dashuri, mbështetje dhe besnikëri të papritur. Kjo zbulim mund të jetë i dhimbshëm, veçanërisht kur ata që largohen janë njerëz të afërt, por është edhe i çlirues, sepse Zoti po pastron rrethin tënd. Po largon nga jeta jote ata që nuk mund të shoqërojnë drejt destinacionit tënd hynor. Dhe po sjell njerëzit e duhur, ata që ai ka zgjedhur specifike për këtë fazë të re të jetës sate. Çdo largim është hapje e vendit për dikë më të mirë. Çdo marrëdhënie e zbuluar si e rreme është hapje e zemrës për marrëdhënie të vërteta dhe të thella. Zoti po ndërton rrethin e duhur rreth teje, ata që do të shoqërojnë drejt mrekullinë tënde. Gjëja e gjashtë që ndodh kur Zoti po të sprovon është zbulimi i dhuratave dhe talenteve të fshehura brenda teje. Dhuratat që kur nuk do t'i kishe zbuluar pa kaluar nëpër këtë sprovë. Sprova të detyron të shkosh në thellësi të vetes, në vende që kur nuk i ke eksploruar kur gjithçka ishte mirë. Dhe në ato thellësi gjen gjëra të mrekullueshme. Forca që nuk dije se e kishe, kreativitet që shfaqet kur rrugët e zakonshme bllokohen, rezistencë që zbulohet kur nuk ke zgjidhje tjetër veç se të vazhdosh, empati e thellë që lind nga dhimbja e përjetuar, urtësi që vjen vetëm nga përvojat e vështira. Zoti ka vendosur brenda teje dhurata të mahnitshme, por shumë prej tyre janë si diamante nën presion. Nuk zbulohen në rehati, zbulohen pikërisht nën presionin e sprovave. Çdo sprovë që ke kaluar ka zbuluar diçka të re dhe të vlefshme brenda teje. Dhe sprova që po kalon tani, po zbuluar diçka akoma më të çmuar, diçka që Zoti do ta përdorë për qëllime të mëdha dhe të mrekullueshme në jetën tënde dhe në jetët e të tjerëve. Gjëja e gjashtë që ndodh kur Zoti po të sprovon është zbulimi i dhuratave të fshehura brenda teje. Talente, forca dhe aftësi që nuk dije se i kishe. Sprova ka një mënyrë unike për të nxjerrë në dritë gjëra që rehatia dhe siguria i mbajnë të fshehura. Kur gjërat shkojnë mirë, nuk kemi nevojë të zhvillojmë gjithçka që kemi brenda. Por kur gjërat bëhen të vështira, papritur gjejmë brenda vetes burime që nuk i kishim eksploruar kurrë. Kreativitet që nuk dije se e kishe, forcë që nuk dije se ekzistonte, urtësi që vjen nga thellësia e përvojës, empati e thellë që lind nga dhimbja e kaluar, rezistencë që shfaqet kur nuk ke opsion tjetër. Zoti i di këto dhurata, i ka vendosur ai vetë brenda teje, por shpesh vetëm sprova mund t'i nxjerrë në sipërfaqe. Ashtu si diamanti që formohet vetëm nën presion të madh, dhurata jote e vërtet del në dritë pikërisht kur presioni i jetës është më i madh. Dhe ajo dhurat, e zbuluar nëpërmjet sprovas, do të ndryshojë jo vetëm jetën tënde, por edhe jetën e të tjerëve rreth teje. Gjëja e shtatë dhe finale që ndodh kur Zoti po të sprovon është qartësimi i destinacionit tënd të vërtet. Sprova është lente e fokusit hynor. Heq çdo gjë të panevojshme dhe lë vetëm atë që ka rëndësi të vërtet dhe të përjetshme. Para sprovas, shumë prej nesh jetojmë pa drejtim të qartë. Ndjekim rrugë të ndryshme, provojmë gjëra të ndryshme, përpiqemi të kënaqim njerëz të ndryshëm. Por kur sprova godet, pa pritur gjithçka tjetër zhduket dhe mbetet vetëm ajo që Zoti ka planifikuar prej fillimit. Destinacioni yt i vërtet, ai qëllimi i veçantë dhe i papërsëritshëm për të cilin je krijuar, bëhet i qartë si kurrë më parë. Dhimbja fokuson, sprova zbrit, prova qartëson. Dhe kur sheh destinacionin tënd të vërtet, edhe çdo gjë e vështirë që ke kaluar merr kuptim të ri. Çdo humbje ishte drejtim, çdo dështim ishte mësim, çdo dhimbje ishte hap drejt destinacionit. Dhe tani, me destinacionin e qartë përpara teje, mund të ecësh me besim, me qëllim dhe me dije se Zoti të udhëheq çdo hap të rrugës. Tani që ke kuptuar 7 gjërat që ndodhin kur Zoti po të sprovon, pyetja e rëndësishme është kjo: si mund ta kalosh sprovin në mënyrën e duhur?
Si mund të bashkëpunosh me Zotin gjatë procesit, në vend që të luftosh kundër tij? Hapi i parë është pranimi. Pranoj se sprova ka një qëllim hyjnor. Mos lufto kundër procesit. Mos pyet pse unë, por pyet çfarë dëshiron të më mësosh nëpërmjet kësaj. Kjo ndryshim i thjesht perspektive ndryshon gjithçka. Hapi i dytë është lutja aktive. Mos u largo nga Zoti gjatë sprovas. Kjo është gabimi më i madh që dojnë shumë njerëz. Kur gjërat shkojnë keq, largohen nga Zoti, kur duhet të afrohen më shumë. Hapi i tretë është mirënjohja e paradoksale. Falendero Zotin edhe për sprovin, jo sepse nuk dhemb, por sepse beson se ka një qëllim të madh pas tij. Kjo mirënjohje e thellë është shenja e besimit të pjekur. Hapi i katërt është durimi aktiv. Vazhdo të bësh hapin e ardhshëm edhe kur nuk sheh rezultate. Besnikëria në të vogël gjatë sprovas hap rrugën për bekim të madh pasaj. Dhe hapi i pestë, kur mos hiq dorë. Sprova ka një fund, dhe fundi i saj është gjithmonë lavdia e Zotit dhe triumfi yt. Kemi zbuluar së brasku 7 gjërat që ndodhin kur Zoti po të sprovon. Dhe shpresoj që tani, sprova që po kalon ka një kuptim krejtësisht të ri në zemrën tënde. Nuk është dënim, është proces. Nuk është braktisje, është përgatitje. Nuk është fundi, është transformimi më i madh i jetës sate. Besimi yt po testohet, sepse Zoti dëshiron ta bëjë të pathyeshëm. Karakteri yt po formohet, sepse ai po të skulpturon në kryevepër. Prioritetet po rirregullohen, sepse po të ndihmon të shohësh jetën me sy të vërtet. Varësia nga Zoti po rritet, sepse vetëm në të gjendet forca e vërtet. Njerëzit e vërtet po zbulohen, sepse po të ndërton rrethin e duhur. Dhurata e fshehur po del në dritë, sepse presioni formon diamante. Dhe destinacioni yt po qartësohet, sepse ai të drejton drejt gjithçkaje që ka planifikuar. Sot dua të lë me një vendim të thjesht por jetë ndryshues. Kthe syt nga sprova jote dhe shiko drejt atij që të drejton nëpërmjet saj. Thuaj i Zotit: nuk e kuptoj gjithçka, por besoj se ke një qëllim të madh. Besoj se po më formon. Besoj se destinacioni im është i ndritshëm dhe zgjedh të qëndroj besnik. Edhe sot, edhe nesër, edhe çdo ditë derisa të dal nga ana tjetër e kësaj sprove. I transformuar, i fortë dhe i gatshëm për gjithçka që ke përgatitur. Nëse kjo video preku zemrën tënde, shkruaj në komente cilën nga 7 gjërat po e përjeton tani. Dua ta di se ku je në udhëtimin tënd. Ndaje këtë video me dikë që po kalon një sprovë të vështirë sot, sepse ndoshta këto fjalë janë pikërisht ato që ai person ka nevojë të dëgjojë. Abonohu dhe aktivizo njoftimet, sepse çdo javë kemi mesazhe të reja që mund të ndryshojnë jetën tënde. Dhe mbaj mend gjithmonë, sprova jote nuk është rastësi. Është dora e Zotit që të formon për diçka të madhe dhe të mrekullueshme. Amen.